Një nga veprat më të ndjera të dramaturgjisë bashkohore, 5 fytyrat e heshtjes, me autore Shella Stephenson, është shfaqur në skenën e teatrit Migjeni, duke sjellë një përjetim të thellë emocional për publikun. Gjujsa deshëm, dhe unë ndjem më afër parajsës e kur, të gjithë janë të sjellshëm, dhe domat tona janë të ngrohta. Drama e njohur për trajtimin e ndjeshëm të marrëdhënieve familjare, kujtesës dhe humbjes, vjen përmes një historie që ndërthur dhimbjen, dashurinë dhe përballjen me të shkuarën. Me regji të Ilir Bokshit, ajo ngjitet në skenë me aktorët Adrian Morina, Albulena Bokshi, Ina Morinaj, Urat Shabani, Nikolin Ferketa dhe Frit Selmani. Kjo është një ngjarje shumë e thellë, shumë psikologjike, por në vetvete ka një filozofi shumë të madhe, ku marrëdhënia prind-fëmijë duhet të jetë një marrëdhënie shembull për shoqërinë. Besoj që ja kemi dalë, kemi arrit me kriju një shfaqje e cila i flet shoqënisë shqiptare kudo, i flet shoqënisë kudo, me patriarkatin i cili çdo herë më shumë krijon edhe e merr hapësirën sado që ne besojmë që po vijmë ditë më të mira për shoqërinë tonë. 5 fytyrat e heshtjes mbetet një ftesë për reflektim mbi marrëdhëniet njerëzore dhe fuqinë së vërtetës.